Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar akuzat dhe pretendimet e kryeministrit Edi Rama. Ndonse tani nuk e zë më në gojë kur u arrestua Veliaj, Rama nisi sulmet ndaj SPAK-ut dhe kërkonte standarde europiane lidhur me masat e sigurisë. Në raportin vjetor të prokurorisë për vitin 2024, duket se ka edhe një përgjigje ndaj tij. Altin Dumani ja bën të qartë kreut të ekzekutivit se ata nuk kanë abuzuar me arrestimet, teksa kujdeset të theksoj se ata kanë ndjekur standardet ndërkombëtare. Në lidhje me masat e sigurimit, SPAK ka aplikuar një politik penale në përputhje me standardet ndërkombëtare. Kështu për llojin e kërkesave të masave të sigurimit rezulton se numri i paraburgosurve nga SPAK që ndodhen pranë institucioneve të ekzekutimit vendimeve penale përbën vetëm 9.7% të totalit nga 2791 të paraburgosur në Shqipëri. 270 prej tyre janë në hetim nga SPAK, ndërkohë numri i burgosurve që janë dënuar me vuajtje dënimi me burg nga hetimet e SPAK përbën vetëm 9.5% të totalit nga 1722 burgosur, 165 persona janë dënuar pas procedimeve të SPAK. Për sa i përket masave të sigurimit arrest me burg, kjo mas krahasuar me llojin e masave të tjera të sigurimit për veprat penale të korrupsionit, zë vetëm 5.1% të totalit masave, ndërsa për krimin e organizuar, kjo mas sigurie zë 30.84% të totalit, theksohet në raport.